Udhëtimi për në qiell. Hyrje. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut, Zotit Universit, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, pronarit të vetëm të ditës së gjykimit. Atij i takojnë falënderimet. Ai është më bujari dhe furnizuesi ynë. Ai e pranon pendimin. Është udhëzues në rrugën e drejtë. Është larguesi të gjitha vështirësive dhe fatkeqësive. Ai çliron njerëzit nga brengat. I largon shqetësimet dhe pranon lutjen e të shtypurit. Askush që i lutet nuk deri zhgënjyer. Ai dëgjon fjalët e thëna me zë dhe ato që përshpëriten. Çdo gjë është nën kontrollin e tij dhe ai është i gjithë ditur. Ai është Zoti ynë. Nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç tij. Tek ai kthehemi me pendim dhe tek ai është kthimi ynë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dashurin e njerëzimit Muhamedin a.s., mbi shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Sigurisht, se kozgjatja e kësaj jete është e shkurtër dhe ngjarjet e saj janë në ndryshim të vazhdueshëm. I fuqishmi në të e humb fuqinë me shpejtësi. I riu vjetërohet, i gjalli vdes dhe i mashtruari magjepset nga ajo. Ku janë banorët më të hershëm të cilët ndërtuan pallatet e tyre? Çfarë bëri toka me trupat e tyre? Kur ishim në këtë botë, ata jetonin në shtëpi të mëdha me mobilje të bukura dhe me shërbëtor. Ata gëzonin nderin e antarëve të familjes. Kur të kalosh pranë varreve të tyre, thirri nëse dëshiron dhe ftoi nëse të përgjigjen. Të gjesh se ata nuk do të përgjigjen. Mendo se sa afër i kanë vendbanimet e tyre. Pyeti të pasurit e tyre. Ndonë se nuk ju dëgjojnë, se çka mbetur nga pasuria e tyre. Pyeti të varfrit në mesin e tyre, ndonë se nuk mund të përgjigjen, se çfarë ka mbetur nga varfëria e tyre. Vlen të kujtohet se ata kanë pasur gjuhë me të cilat kanë folur dhe sy me të cilat kanë parë. Kujtoni lëkurat e tyre të njoma, fytyrat e bukura dhe trupat elegant. Çfarë u bëri varri atyre? Ai u ashduku ngjyrat. U konsumoi lëkurën, u shprishi fytyrat. U ashduku bukurinë, u afeu kockat. U shtrëmbroi gjymtyrët dhe u bëri copa trupat. Ku janë shërbëtorët dhe robrit e tyre tani? Ku janë pasuritë e grumbulluara të tyre? Pasha Allahun ata nuk mund të ofrojnë asgjë nga komoditeti në varrin e tyre. A nuk qenë ata në vendbanime të sigurta dhe në ndërtesa të fortifikuara? A nuk ishin netët dhe ditët e njëjta për ta? Mirpo, ja tani, ata janë të ndarë nga të dashurit dhe familja. Bashkëshortët e tyre mund të martohen përsëri dhe trupat e tyre madje mund të mbeten pa ju bërë respekti i duhur gjatë varimit. Përderisa të afërmit e tyre do ta shpërndajnë pasurinë e tyre dhe madje mund të kenë mosmarrveshje për këtë. I mençur është ai i cili i kthehet Zotit të tij me pendim, para se të na zë prishësi i kënaqësive në hamendjen e tij.